Përshëndetje të gjithëve. Sot do ju sjell një recetë të ngrohtë dhe të shijshme. Është një tavë me presh, kungull vjeshte dhe bullgur. Do ta pjek në furrë me dru për një aromë edhe më fantastike. Sigurisht që në tavë do ketë edhe perime të tjera. Fillojmë nga puna. Këtu kam një qep mesatare e grim në pjesë të vogla. Qepën sigurisht mund ta grini edhe në grirës perimesh. Qepa tashmë është gati, e vendosim në një tigan të thellë, duke i shtuar 4-5 lugë të gjellës me vaj ulliri dhe direkt në zjarr për t'i bërë një kaurdisje. Këtu kam kungull të verdh vjeshte, marrim diku te 300 gram kungull, e pastrojmë nga lëkura. Për ta ruajtur kungullin më gjatë në frigorifer, duhet ta vishni me qese celefoni. E grim kungullin në rende, sigurisht që është pastruar nga lëkura. E kemi gati, edhe qepa në zjarr ka filluar të marrë ngjyrë. Shtojmë diku te 300 gram mish të grirë. I bëjmë një kaurdisje mishi derisa të ndryshojë ngjyrë dhe më pas shtojmë kungullin e verdh. E përziej mirë. I vendosim kapakun dhe e lëm në zjarr. Këtu kam 4 presh. I presim në këtë formë. Jo shumë të hollë, pasi nuk dua të më shpërbëhen preshët. E hapim këtë pjesën e fundit, duke i pastruar në fund dhe duke i shplar pak me ujë të bollshëm. Preshët janë gati, edhe kungulli në tigan është kaurdisur. Shtojmë preshët e prerë në pjesë të vogla. I përziej mirë. Do t'i shtoj një lugë të çajit me krip. Kripa ja nxjerr lëngjet perimeve dhe i jep mundësinë që perimet të zbuten më shpejt. Kemi gati, vendosim kapakun dhe e lëm për 10 minuta. Si e shikoni, kungulli ka rënë ndjeshëm nga vëllimi. Shtojmë 2 filxhan të çajit me bullgur. Unë bullgurin e kam larë, e kam kulluar dhe e kam gati. E bashkojmë bashkë me perimet duke e përzier pak me delikatesë, që mos të na prishem preshët. Të gjithë masën e zhvendosim në një tavë. Unë kam shtuar vetëm 2 filxhan të çajit me bullgur, do t'i shtoj 6 filxhan të çajit me ujë të nxehtë. E vendosim ujin në tigan, edhe tigani shplahet në këtë mënyrë. Unë harrova t'i grija 2 speca më parë, por po ja gri në këtë moment. Janë speca të kuq, mundohemi t'i grim sa më imët. Specat do qëndrojnë në sipërfaqe të tavës, ndaj do piqen dhe nuk përbën ndonjë problem që s'ia shtova më parë. Por mirë sigurisht është të shtohet bashkë me perimet e tjera. E rregullova me krip, piper të zi, i shtova një miks erëzash, edhe pak vaj ulliri dhe direkt në furrë. Unë këtë tavë do ta pik në furrë me dru dhe derisa të marrin këtë koren e kuqe. Dhe shikoni si duket kjo tavë. Nëse e provoni, më tregoni dhe komentoni. Mos harroni të bëni like dhe të abonoheni në kanalin tim për më shumë receta të tjera. Me dashuri nga kuzhina ime për ju.